do të ishte pa kuptim nëse Serbia të t'i dërgonte 2 ose 4 pjesëtarë të njësiti trafikut me uniformë dhe rrugëve të Kosovës për të identifikuar të objektiva që atyre ju intereson për ta destabilizuar Kosovën. Prandaj është gjëja më normale, më e arsyeshme një shërbimi inteligjent që përmes pelegrinazhit, përmes objekteve fetare që nuk është rrallë që janë përdorur prej Serbisë, si rasti Banjska, kemi edhe këtë tregimin e deputetës dhe lajmërimin, alarmin e deputetës britanike Zonja Kërës, e cila ka përsërit disa herë që Serbë po i përdorin objektet fetare për të shtyr armatim në Republikën e Kosovës. Dhe jo konsistoi dhe doli saktë. Prandaj, si dyshim, është i arsyeshëm. Natyrisht, hetuesia duhet jetë një nivel të detyrës, sepse ju e patë Vučići me njëherë reagoj duke thënë që nuk është vepër penale, është një sepat, është një armë, mirë po me drejt profesori tha ku i kanë ftesat ata zyrtarët mekanizmat të sigurisë për të marrë pjesë në këto trajnime apo pelegrinazhe. Pra, ka një dyshim të arsyeshëm dhe kjo tregon që Serbia ne nuk na ka marrë seriozisht deri tani, ka menduar që me këto seminare mund ta mposhtë Kosovën, por ja që kjo në ne tregon që Serbia nuk ka hequr dorë nga metoda destabilizuese tyre dhe skenari për ta mbajtur gjallë tensionin këtë pjesë, eventualisht për ta hapur një front luftës, dhe e dyta që është e bukur kësaj që tashmë mekanizmat e sigurisë të Kosovës janë në nivel të tillë që nuk mund t'ju hedhë shfrysi juve me këto taktika të shekullit 19. Përmes pelegrinazheve, vizitave, trajnimeve të ndryshme të arrin caqet e tyre siç i kanë arritur në kaluarën. Pra, kjo ka një arsyeshmëri, por po e them, duhet megjithatë një kujdes i shtuar i mekanizmeve të sigurisë, përveç që prononcimeve publike të flasin prova, të argumentohet, sepse jam i bindur që edhe faktori ndërkombëtar, nëse jo publikisht, do të interesohet dhe do ta ndjejë këtë hetim, prandaj ne duhet dalim serioz në 2 fronte, në ne në bazë detyrës kushtetuese të argumentimit të akuzës nëse vërtetohet ajo, dhe përballë presionit dhe faktorit ndërkombëtar për t'i bindur që ne nuk kemi arrestuar Pelegrin, por kemi arrestuar të dyshim të cilët do dalin para një procesi të drejtë dhe ligjor. Kam me qenë se përmendi hoxha organet e sigurisë, Zoçollaku pyes, është interesant mënyra se si është përshkruar pra arrestimi i tyre, janë ndaluar se kanë tejkaluar shpejtësinë. A është e tillë pra si ngjarje që kanë tejkaluar shpejtësinë dhe aksidentalisht policia i ka ndaluar se kanë tejkaluar shpejtësinë, apo është kjo struktura tjetër që po zoti hoxha që skalohet bashkëlet? Po, unë vetë që jam i zgjashëm në promovim dhe afirmim vlerave të punës policisë Kosovës, sepse kanë dëshmuar deri tani që është një strukturë, një informacion i kalitur dhe i përgatitur mirë dhe me një performancë jashtëzakonshme policia e Kosovës, dhe duhet një jemi krenar të gjithë, sepse kemi policinë më të mirë në region dhe më gjerë. Prandaj në këtë aspekt policia e Kosovës gjithë më shumë duke bërë punën e vet si duhet, por vetë policia e Kosovës nuk mund të përballet me strukturat kriminale dhe me shërbimet inteligjente që kanë një shtrirje të veprimit tyre në tërë territorin e Kosovës dhe më gjerë, por në këtë rast kemi natyrisht të shkojnë kështu profesionistë kësaj fushë e dinë që informata inteligjente ka çakullu dhe më kohë servu apo çdon, dhe policia në këtë rast ka bërë një veprim mandatar në kuptimin e ndalimit për tejkërim shpejtësie ose ngjashëm. Në të vërtetë pastaj ka pasur kontrolli i arsyeshëm kriminalistik apo kontrolli i bazuar në mandatin e tyre, dhe më pas janë shoqëruar në polici pikërisht për këto gjetjet që janë bërë, e që në aspektin juridik kemi të bëjmë me kualifikim pra të veprës penale arbajtje palije, edhe mjetet jabët e ftofta bashkë me atë hartën dhe fotografi, pra unë e të tash fillim ikonografi, sepse kemi aty edhe një pjesë të ikonografisë serbe, e cila në këtë rast mund të konsiderohet arsyeshëm dhe me të drejtë si nxitje e urrejtjes, me që ata zakonisht historikisht dinë me pompozitet të një fryme neomitike të rikthejnë dhe promovojnë vlerat e tyre mitike për të skandalizuar dhe për cilë mesazh të tjere se kjo është toka tyre, ky është vendi tyre, djepi qytetërimit e radhës e qyve që i mësu me decenit të tëra të ndëgjojmë të relikte dhe këtë ikonografi tyre të shohim.
Dhe kur jemi tek kjo situatë, po nisëm ju zoti Hoxha që pjesë të diskutimit, pati dje mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Kosovë dhe pati një komunikat zyrës të kryeministrit në këtë rast, sepse mbledhja është e ftuar nga kryeministri dhe nganjëherë ka një dramatiziteti më të madh nga ana e qeverisë se sa atë që e flet prokuroria. A është normale një gjë e tillë apo shteti, këtë rast kryeministri, servohet me informacione të tjera e prokuroria i merr veç ato që i kalojnë? Jo, kjo është në bazë naty pa e përjashtuar ndonjëherë mundësinë edhe e përdorimit të rasteve të tilla nga çdo mekanizëm i shtetit, për shembull nëse çdo qeveri, nëse edhe përkthen në aspektin elektoral, ndonjëherë edhe mund t'i kaloj përdorimin e informatave të cilat realisht ekzistojnë. Por në këtë rast unë po besoj nuk kemi një situatë të tillë, unë po besoj vetëm dallimin mes reagimit të qeverisë dhe mbledhjes së Këshillit të Sigurimit dhe reagimit të prokurorisë dallon për shkak natyrës punëve, sepse prokuroria ka natyrën e tillë të punëve që duhet të punoj, të argumentoj dyshimin e arsyeshëm, pastaj nëse ngrit akt akuzë ta mbrojë akuzën me prova, fakte, materiale dhe prononcimet nuk janë aleat i zbardhjes së vërtetës, ndërsa qeveria bën edhe politikë. Ndonjëherë edhe prezantimi këtyre informatave të ndjeshme në mënyrën si vendos që qeveria më prezantu, është edhe preventiv për ndalimin e materializimit e atyre akteve, të cilat eventualisht janë në planifikim e sipër, apo edhe njoftim edhe për faktorin ndërkombëtar që shiko se kemi një lloj sulmi të tillë i cili është duke u planifikuar në vendin tonë. Por mbledhja